من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun xhalla shanu e falendrojmë, salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë në veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pasi jemi në 10 e fundit të Ramazanit, edhe ki Kur'an është zbrit në natën e Kadrit, e natë e Kadrit gjendet në 10 e fundit të Ramazanit. Deshta para jush sot ta shpjegojmë edhe Surat el-Qadr, që Allahu xhalla shanu na tregon se në këtë natë e ka zbrit këtë Kur'an, pastaj mrena 23 vite e ka zbrit tek pejgamberi alayhi salatu wassalam nëpërmes Xhibrilit alayhi salatu wassalam. Shkaku i kësaj sure, pse Allahu xhalla shanu e zbret këtë Surat el-Qadr, se inna anzalnahu fi lejletil qadr, e ka emrin surja ka el-Qadr, caktim, për caktim i Zotit që Allah e ka caktu. E çka është shkaku i kësaj zbritjes? Ulemat kanë thonë, ka lloj 3 shkaqe që Allahu xhalla shanu e zbret këtë sure. Shkaku i parë është pejgamberi alayhi salatu wassalam thot me një hadith, ka qenë një nga Benu Israilt, ma herët që ka jetu, në kohën e Musës, e Isës, e ma herët se pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku ka qenë një njeri i cili ka luftu në rrugën e Zotit 1.000 muaj. Dhe më thonë, nuk e kalon shpatën e ti, tani jetën 1.000 muaj pa ndërprer ka luftu në rrugën e Allahu xhalla shanu. Nuk është një ditë, as 10, as një muj, 1.000 muj. Kër e kallzon këtë ngjarje pejgamberi alayhi salatu wassalam, sahabët habitën. Do të janë Rasulullah, 1.000 muj. Atëherë Allahu xhalla shanu e zbret surën ku na kallzon se është një natë Allahu ka me vadhon juve si ummet, e cila është ma e mirë se 1.000 muj. Shkaku i dytë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë qenë 4 pejgamber të Allahu xhalla shanu nga Benu Israil, të cilët ata 80 vite nuk kanë bë mëkat. 80 vite ata kanë bë ibadet. Pra meno, 80 vite me kanë ti namaz në xhami. Thot edhe nuk kanë bë asnjë mëkat ato pejgamberët e Allahut. Thuhet, disa hadithe janë të thuhet që ka qenë Zekaria alayhis salam, Yahya, Uzairi dhe Dhul-Kifli. Që këto 4 pejgamber që 80 vite janë marrë me ibadet, janë marrë me Allahun xhalla shanu, janë marrë me namaz, janë marrë me sejdë, janë marrë me dua, me punë të mira, edhe asnjë mëkat se kanë bë. Atëherë Allahu xhalla shanu e zbret këtë sure, i kallzon pejgamberit alayhi salatu wassalam se ty o Muhammed kena me të adhon një natë e cila është më e mirë se 83 vite 4 muaj, se një jetë. Shkaku i tretë është ku Allahu xhalla shanu ja prezanton pejgamberit alayhi salam se para teje kanë me jetu apo kanë jetu para teje pejgamber që kanë jetu kanë 100 vjet, 200 vjet, 500 vjet, 1000 vjet, 2000 vjet, e pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka arsi thonë pak si zili, si ka mundësi ta shune 60 vite me ja kalu atyre që kanë jetu ka 200, 500, 1000 apo 2000 vjet. Atëherë Allahu xhalla shanu ja zbret dhe i thot, o Muhammed, e kje një natë ti në 10 e fundit të Ramazanit, e cila është më e mirë se 1000 vite, apo më e mirë se 84 vite të Allahu xhalla shanu. E tash, paramendoni një plak 60 vjeçar.
Ka fillu Ramazani prej 15 vjeç. 45 Ramazane. 45 Ramazane pjestoj, shumëzoj me 84 vite, jo Nuhit a.s. Po ja kalojmë çdo pejgamberit të Allahut xhelleshanu. E kjo është ajo rahmeti Allahut xhelleshanu që e sjell për pejgamberin a.s. edhe për ummetin e tij. Para se me shpjegu surën Inna anzalnahu fi lejletil qadr, natën Allahu xhelleshanu ne e kemi zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit, cila është nata e Kadrit? Nata e Kadrit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, lipeni iltemisuha në 10 e fundit të Ramazanit. Ana diet nuk diet, cila është? Allahu xhelleshanu pejgamberit alayhi salatu wassalam thot Ubada ibn Samit, thot në ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam dul nga shtëpia, se shtëpia e tij ka qenë me xhamin e pejgamberit alayhi, me xhamin e tij ka qenë afër. Tha dul nga shtëpia për me na kallëzu neve se cila është nata e Kadrit. Por i po një 2 veta në xhami duke u grind me zveti. I qojshin zërat, shikoni, grindja në xhami. Xhamia nuk është për mu grind, për me u llafos. Xhamia është për ibadet, për adhurim. Një gjë e vogël që Allahu e ka ndalu më u grind një musliman, përmendo më u grind vetëm që e kanë qu zonin, Allahu xhelleshanu celo një dije e cila është shumë me rëndësi për ne si ummet e ka ngrit. E kur vjen pejgamberi alayhis salam në xhami për me ja kallëzu se cila është nata e Kadrit, cila ditë vjen është nata e Kadrit, i shef ato 2 veta duke u përla në atë aspektin me fjalë, duke u grind, edhe shkon edhe don mi da, edhe i qetson ata, atëherë thot e pata me dija Allahu ma kallëzoj, ama këtë dija Allahu ma largoj nga mendja ime. Edhe kjo është ma hajë për muslimonin. Por, thot, shikoni, tash, Allahu xhelleshanu në përmes pejgamberit asem po don neve tash me na pak për kufizu, me na pru afër asaj nate. Thot se edhe pse, shikoni, ka 27 mendime për natën e Kadrit, cila natë është. Por atë pejgamberi alayhis salatu wasallam men hadithe atë janis duke thonë lipeni në 10 e fundit të Ramazanit. Pastaj ka thonë lipeni në netët tek të Ramazanit. Shembull sot jemi data e 22 apo 22. Ramazani 22. Sonte është nata e 23. Në më thonë, ka thonë pejgamberi, lipeni natën e tek, natën 21, natën 23 që është sot, natën 25, natën 27, edhe natën 29. 5 ditë e ka përmlet pejgamberi alayhis salatu wassalam që ne të angazhohemi në këto 5 natë. Shikoni, ka mujtë Allahu xhelleshanu neve mes mja marrë këtë dije pejgamberit alayhis salam, këtë informat nga koka. Mës me amar, me alon edhe me në kallëzu Allahu xhelleshanu se filan dite, o ju musliman është nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj, më e mirë se 83 vite 4 muaj. Por Allahu xhelleshanu ja largon këtë dije me të kallëzu se kjo natë është shumë me rëndësi madhështore të Allahu xhelleshanu. Nuk është si netët e tjera. Andaj, o ju musliman, kjo natë e cila ti duhesh me e kërku në 10 e fundit është shumë me rëndësi të Allahu xhelleshanu, e nuk po don Allahu neve me na lon neve muslimanve që ne të adhurojmë Allahun vetëm një natë, edhe pastaj të harrojmë Allahun xhelleshanu mrena Ramazanit. E keni po, muslimant kur vjen vetëm një natë, shumë ma letë është për njeriun me adhuru Allahun një natë, edhe 29 natë me netë
kokër shpinës. Ama Allahu xhaleshan nuk po don kështu neve me na mësu. Allahu po don neve vazhdimisht ne me kon afër Zotit. Shikoni, evladi kur ban zullum, evladi kur ban zullum, nuk ngon ty. Ti çka ban e lej jashtë aderës. Edhe jam shel. Çka ban evladi? Edhe ja nis me trokit. A ti e din se ti a evlat s'ka ku me shku, prap ka mu kthit e ti, te shpja jote. Ja nis a evladi me i ra derës, e ti çka i thu? Ti munësh, shiko ti evlat e kije, dhimat a evlat. Por, donë që ta edukojsh evladin tënd, edhe e len ndoshta 5 minuta, 10 minuta, 1 orë, 2 orë, 5 orë, me një të dera, pastaj ja qel derën i thu, a ka ku me shku? A ka jashtë kësaj shpije ku mundesh me flet ti? A mundesh me shku me flet jashtë? S'ka, prap ki marrë kështu. Andaj ti e le edukatin, si të në tëne, me vajtu, me kajt, edhe me i ra pishman pse e ka bo atë mëkat atë gjuna. Edhe kështu Allahu po do neve mrena 5 diteve ne me kajt, me problemat e tona, mi adresu Allahu Gjelleshanu. O musliman thot, lipenin dheqin e fundit, lipenin netët tek, e mos u ban dembel vetëm i nat edhe pastaj me flet. Ama e din Allahu se ti ke më këthit Allahu Gjelleshanu. Nëse njeriu këto 10 netët e fundit angazhohet maksimum, ka me gjithë natën e kadrit. Nuk ka ku me shku. Jashtë këtyre 10 netët e fundit nuk ka ku me shku natë e kadrit. Por, ne vetëm duhet me i përvel krahat e tona edhe me punu këto 10 netët e fundit, e sidomos netët të cilët janë tek. Andaj sahabët nuk e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, kur pejgamberi sa e kallzon këtë ngjarje, se kanë pas dije që me va kallzu, po për shkak problemeve çka ato zonat në xhami që u ngritën, edhe Allah ma largoi dijen, edhe sahabët nuk insistun me ja Rasulullah me na kallzu apo jo. Po i than ja Rasulullah, Aisha radiallahu anha i tha ja Rasulullah, pasi na thu që është 10 natët e fundit, a na kallzon se çka duhet të bëjmë, si duhet ta kalojmë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë thujni Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya rabbil alamin. O Allah, ti e falës e don faljen, na fal neve o Allah i jim. Po ja nismi me kallzu pika të shkurta për kthimin e kësaj sure. Edhe pse shumë herë kemi ndëgju, por pasi thash jemi në 10 e fundit, edhe ki Kur'an që ka e lexojmë në muajin e Ramazanit, është zbrit në natën e Kadrit, edhe Allahu Gjelleshanu e quan këtë sure El Kadr, e cila është madhështore, e cila i cakton të mirat dhe të këqijat, e cila sjell bereqet, e Allahu Gjelleshanu thot inna anzalnahu fi lejletil Kadr. Ne e kemi zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit. Ki Kur'an, çka ne e lexojmë, Allahu Gjelleshanu e ka zbrit nga Lauhul Mahfudhi në qiellin e dunjas, pastaj mbrenda 23 viteve nëpërmes Xhibrilit alayhis salam te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërgu her pas here kur ka pas nevojë. Momentet që ka pas nevojë, pejgamberi alayhis salam her vendi, her nevoja, her situata, Allahu Gjelleshanu e sjell, e zbret ajet pas ajeti, mas që e ka zbrit komplet në natën e Kadrit. Andaj, në natën e Kadrit është zbrit ki Kur'an, tërësisht nga Lauhul Mahfudh në Bejtul Izze, në qiellin më të afër, pastaj ai u shpall pjesë sipas ngjarjeve për 23 vite te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Shikoni Allahu Gjelleshanu kur neve thot ne kemi zbrit në natën e Kadrit, pastaj na pyet neve
e çka din ti çka është natë e Kadrit? Was-samai dha tariq wa ma adraka ma tariq. Allahu xhaleshanu kur e kallzon diçka edhe pastaj na pyetët çka din ti për këtë, çka din ti për atë, çka din ti për natën e Kadrit, po do neve me na kallzu se kjo natë është shumë me rëndësi, është shumë madhështore të Allahu xhaleshanu. Nuk është sikur se netët e tjera, po Allahu xhaleshanu e ka veçu këtë natë me shumë sende. Pastaj Allahu xhaleshanu thotë Lejletul Qadri khajrum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Zbresin në natën e Kadrit engjujt dhe shpirti Xhibrili alayhis salam me lejen e Allahut për çdo çështje. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Paç është kjo natë deri në agim. E tash I ka kjo natë disa cilësi. Cilësia e parë është këtë natë Allahu xhaleshanu e ka zbrit këtë Kur'an. E dyta, kjo natë është më e mirë se 1000 muaj, më e mirë se 1 ymër të jetës tënde. E treta është natë e bekuar. Në këtë natë e ka zbrit Allahu xhaleshanu këtë Kur'an, edhe e ka beku këtë natë në natën e Kadrit. Në këtë natë e Kadrit, në këtë natë zbresin engjujt, melaqet, edhe Xhibrili alayhis salam. Thot pejgamberi sa nuk ka pllom në tokë që nuk ka melaqe në natën e Kadrit. Melaqet zbresin për të sjell bereqet, melaqet zbresin për të bërë dua. Pse zbresin melaqet? Për me bo dua për ne që për musliman që janë qut e kalojnë, e gjallojnë natën me ibadet. Në këto mezhlise, e kemi cikë edhe disa, këto mezhlise, Allahu xhaleshan I rrethekon me melaqe. Edhe melaqet kur I rrethekon mezhliset ku përmenet Allahu, e shlën bereqetin edhe I mbulojnë këto mezhlise me krahët e veta. Edhe sjellin bekimet e Allahu xhaleshan. Edhe natën e Kadrit Allahu I dërgon melaqet edhe dërgon Xhibrilin alayhis salam, krejtorin e melaqeve, apo hoxhin e melaqeve, apo bosin, apo shefin e melaqeve, e dërgon Allahu Xhibrilin alayhis salam që me bo dua për njerëzit të cilët e adhurojnë, e gjallërojnë atë natën e Kadrit. Është quajtur el selam paq për ata njerëz të cilët e gjallërojnë atë natën e Kadrit. Domethënë ajo natë është e sigurt për Allahu xhaleshanu, nga veprat janë të mbrojtur nga veprat e këqija. Natë shejtani është larg të keqës, nuk ka mundësi një shejtani me bo vezvese për njeriu natën e Kadrit. Natë Allahu xhaleshanu, që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, liron njerëz më shumti nga zjarri I xhenemit. Më shumti liron Allahu xhaleshanu njerëz nga zjarri I xhenemit është natën e Kadrit. Allahu xhaleshanu I fshin emrat e xhenemlive, I shkruan te xhenetlit në natën e Kadrit. Në atë natë përcaktohet çdo çështje e prerë nga Allahu xhaleshanu. Caktohet jeta jote, caktohet vdekja jote, caktohet riski jote, caktohet haxhi jote, caktohet a do të jesh fat I mirë, a do të jesh fat keq, caktohet jeta jote për në xhennet, edhe caktohet edhe jeta jote naudhu billah nëse bën punë të këqija për në xhennet. Andaj çdo send, edhe pse Allahu xhaleshanu caktimet I ka caktu para se me kriju tokën dhe qiejin 50.000 vjet, por natën e Kadrit Allahu xhaleshanu nga Lauhul Mahfudhi I jep melaqeve që mi caktue këto gjonat për mrenda të vitit. Që ka caktime që janë për këtë jetën tonë, ama janë do caktime që janë brenda vitit, në rrezikun, jetën, në vdekje, në çështjet e tuaja, a do të jesh fat mirë apo fat keq, ti cakton Allahu xhaleshanu natën e Kadrit. Pastaj edhe fundit Allahu xhaleshanu nga cilësitë apo nga veçoritë e kësaj nate, Allahu xhaleshanu I fal mëkatet
e atij njeriu i cili e gjallron këtë natë me namaz. Siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, men qama lejletul qadr imanan wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush qohet natën e kadrit duke i besu me fal namaz, duke i besu Allahut dhe duke shpresu xhennet, Allahu xhalleshanu kam ia fal mëkatet e tij. Nëse ti e gjallron natën e kadrit, qohesh dhe fal namaz, duke i besu Allahut, se Allahu të ka urdhëruar, edhe duke i shpresu se kjo ka shpërblim të Allahu xhalleshanu, ta di se Allahu xhalleshanu kam i t'i fal mëkatet e tuja. Si duhet ta shfrytëzojmë këtë natë? Çka duhet të bëjmë? Kanë thonë ulemat pika shkurta me namaz. E kije prej kohën e akşamit deri në kohën e sabahut. Shembull akşamit që është në 5, sabahit që është në 4. Sa i bie atë? 11 orë i kije ti në disponim në tënden që ti ta dash atë kohën tënde 11 orë që ti me adhuru Allahun xhalesha, me gjallëru këto netët me lloj shmëri të ibadeteve, e para me namaz. Nuk mundesh ti prej momentin e akşamit ti deri në sabah me net namaz. Jo, 1 orë, 2 orë, 3 orë fal namaz. E dyta, lutje, bën lutje, shfrytëzoje një kohë me lutje, masjacie, para namazit natës, kohën e syfyrit, shfrytëzoje lutje, se pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Aishës, nëse e takoni natën e kadrit, thujini, bëni dua, duke thonë Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës, e don falën, na fal neve. Lutë Allahun për mëkatet e tuaja, lutë Allahun për vladin tënd, lutë Allahun për familjen tënde, lutë Allahun me të dhon të mirat e kësaj dënjojë, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lutë Allahun me të dhon të mirat e kësaj bote dhe të mirat e botës tjetër. Andaj lutë Allahun për çdo sen, çdo problem që e ki adresoje Allahut subhanahu wa taala. E treta istighfar, bën istighfar. Thuaj astaghfirullah, o Allah falem. Se Allahu xhaleshan thot prej cilësive të muslimanit është o bil eshari o hum yastaghfirun. Muslimanët janë të vërtet ata të cilët në kohën e syfyrit kërkojnë falje të Allahu xhaleshanu. Andaj një pjesë të natës bën istighfar. E katërta, jep edhe sadaka. Shfrytëzoj me sadaka. 1 dinar, 10 dinar, 100 dinar, 1000 dinar, sidomos këto netët tek shfrytëzoje me sadaka. Se pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte më i xhumerti prej sahabëve, e kur vinte Ramazani ishte shumë xhumert, më i shpejt se ajo era e cila e sjell atë bereqetin e vet. E keni pa do erza kur vjen edhe atë shiun kur vjen, edhe kur vjen shi me erë, në thonë është një lloj bereqeti, thot pejgamberi sa ishte më i shpejt se sa ajo era kur vjen me shi. Shfrytëzoje me Kur'an. Një faqe, 2, 3, 5, 10, ka një gjus. Shfrytëzoje këto netët me Kur'an. Edhe e gjashta, kanë thënë ulemat, nëse mundesh me bë itikaf me mshel në xhami, këto 10 të funit është shumë mirë. Se njeriu kur mshel në xhami, ja e besën Allah se nuk bën asnjë mëkat. Në xhami s'ka mundësi me bë gjuna. Po bën ibadete, bën sevape, bën të mira. Andaj edhe ulemat pejgamberi sa me kishte si tradit, e kishte si zanat kur vinte 10 netshi i fundit të Ramazanit, e shtrëngonte rrypin e vet, edhe shkojke bëjke itikaf, mshelke në xhami. Ulemat kanë thonë mundesh me bëj itikaf 10 ditë, mundesh me bëj 5 ditë, mundesh me bëj 3 ditë, mundesh me mshel në xhami vetëm 1 ditë. Shemë prej në akşam deri në sabah, për çdo natë. Prej në akşam deri në sabah më mshel në xhami edhe me bëj ibadet. Më ia dhon besën Allah që unë kam me bëj itikaf. Itikaf është me netë në xhami edhe me bëj dhikr, dua, namaz e kështu me radhë. Pse thojnë ulemat duhet me bëj lloj-llojshmëri të ibadeteve. Edhe këtë duhet me ditë. Pse s'duhet vetëm namaz? Pse nuk duhet vetëm dua? Pse nuk duhet vetëm sadaka? Pse nuk duhet vetëm Kur'an? E pse nuk duhet vetëm xhami? Po ulemat kanë thonë për shkak se shkruhet çaj ibadet që e bën ti çatë natë, shkruhet sikur se më e bë 1000 muaj, 83 vite. Shembull, nëse ne natën e kadrit e lexojmë një faqe Kur'an,
edhe e ki zonë, shembull natën sot, mas akşamit, e lexojmë një faqe apo që 5 faqe Kur'an. Edhe është ndodh natë e kadrit sonte. E çato 5 faqe të Allahu xhaleshano shkruhet sikur se ti ka 5 faqe me i lexu 83 vite. Sikur se ti te Allahu shkruhet sikur se me i lexu 1000 muaj. E dyta, nëse ti jep sadaka 100 denar, sont 100 denar, mas natën 25 100, natën 27 100, natën 29 100, e s'ka ku me shku natë e kadrit. Që këto ne të tek ka me ndodhë. E vjen natë e kadrit, apo ndodhë natë e kadrit shembull sot ose mas nesër. Andaj ti ki dhoni 100 denar, ta Allahu xhaleshano shkruhet sikur se ti me pas dhon 1000 muaj ka 100 denar, apo 83 vite, shikoni. 83 vite sikur se me ti me pas dhon sadaka 100 denar. Sot 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 1 vjet, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 50, nuk janë pak 83 vite ti me të shkrujtë Allah sadaka. Për këtë shkak mësojni vetën tuaj, mësojni edhe vllatë e juve. Jepjani ka 10 denar, qatë sa keni mundësi. Jepjani ka 50 denar, ka 100 denar, që t'japin sadaka, në xhami, fukarave, akrabave që janë smund, pleç që smund, që kanë nevojë për çat sadakan tonde, jepjani edhe mësojeni e vladin tanë, që edhe ai me dhon, edhe i thu që e ki sadaka. Sot, mas nesër, 25, 27, 29, e inshallah vjen natë e kadrit, e takojmë natën e kadrit, edhe shkruhet te Allahu xhaleshano sikur se me dhon 84 vite sadaka. E dyta kanë thënë ulema, pse duhet me bollë lëshmëri, për shkak se nëse nuk pranohet një adhurim i qasaj nate, shembull sot e ki gjallëru natën me shumë ibadete, ki lexu Kur'an, ke fal namaz, ke boj istikfar, ke dhon sadaka, po çes tu ka pranu vetëm sadakaja. Tu ka pranu sadakaja. E sadakaja shkruhet Allah. Po s'tu ka pranu sadakaja, tu ka pranu Kur'ani. S'tu ka pranu Kur'ani, tu ka pranu namazit. S'tu ka pranu namazit, tu ka pranu istikfar. Andaj, një për tyre, Allahu xhaleshano ndoshta ta pranon. Për këtë shkak duhesh me bollë lëshmëri, a me bën ibadet, një adhurim shembull, vetëm jep sadaka, ose vetëm lexon Kur'an, shembull mas akşamit, vallahi po unë kam shku kam me lexu një xhus, apo këtë Kur'anin mrena natës. Tamam, s'ka fjallë, është fjallë e Zotit, ama vendin nuk e ka, vetëm me lexu Kur'an. Natë e kalet ti duhesh me bollë lëshmëri të ibadeteve. Pak Kur'an, pak namaz, pak sadaka, pak dhikr, e kështu me radhë. E nëse ti vetëm me një mjaftohesh, ndoshta Allah s'ta pranon atë edhe ti jetë pa kurrë. Po për pejzve Allah inshallah shpresojmë që Allah një me na bu kabul. Edhe e treta, Allahu, në të shkaku i tretë, pse duhet me bollë lëshmëri, se njeriu nuk ban ka mundësi njeriu më bë dembel. Shikoni, nëse tash unë sot pi mas akşamit deri në sabah lexoj Kur'an, as në namaz natë nuk e fali. As taravin, as namaz natë, as kurrë, edhe lexoj Kur'an. Andaj njeriu nga natyra vet kur e ban një punë, edhe e ban si gat, lodhet bëhet dembel. Edhe mërzitit edhe e lekit. Ama këtë bësh lëshmëri, një sat këtu, një sat atje, një sat atje, një sat atje, andaj ki energji për me bo atë vullnetin. Se shembull e keni po, 8 sat punë, ne që atit, në karike, lodhësh, ama kër e ki pak me lëviz atje, pak këtu, pak atje, andaj shkon koha. E kështu Allahu xhaleshano po don neve për mos më bo dembele dhe ka mundësi njeriu me lon atë adhurim, edhe pastaj mes me zonat natën e kadrit.